Kampioni i Maqedonisë së Veriut në futboll nga data 5 qershor ka filluar përgatitjet për garat europiane, si dhe për kampionatin e ri 2025-2026. Ekipi krahas përgatitjeve është duke u përforcuar edhe me lojtar të ri. Kështu nga dita e djeshme krahas Imran Fetajit, që vin nga Besa e Dobërdollit, ekipi i është bashkangjitur dhe mbrojtësi Mevlan Murati, i cili sezonin e kaluar ishte në Gostivar. Pasi firmosi kontratën me ekipin kuqezi, ai u shpreh tepër i lumtur që sërish kthehet në folen e vjetër. Të drejtën një ndjenjë si më qenë herë e parë përsëri më vjen, ku rikthehem te klubi i zemrës dhe jam shumë i lumtur për këtë mundësi që më është dhënë përsëri të përfaqësoj klubin e zemrës dhe është diçka shumë pozitive për mua. Mbrojtësi i gjatë Mevlan Murati tha se është maksimalisht i gatshëm për të dhënë më të mirën, pasi e din se çfarë atmosfere pozitive mbretëron në ekip. Patjetër jam më se i gatshëm dhe e di shumë mirë atmosferën në klub dhe ambiciet e klubit dhe si funksionon klubi, për atë arsye rizgjeda të rikthehem dhe sadopak që të ndihmoj ekipin për rrugtimin që do e bëjmë. Përforcimi i ri i Shkëndijës Mevlan Murati shprehet optimist se edhe në sezonin e ri ekipi kuqezi do të lufton për suksese të reja. Patjetër se i gatshëm, për këtë arsye jam këtu të ndihmoj ekipin dhe kemi pasur shumë ndeshje pozitive në të kaluarën, ku nuk e arritëm qëllimin e madh që e kishim, por besoj këtë vit i kemi shanset e mira, ku dhe u shpall Shkëndija kampion dhe një rrugtim pak më i lehtë se në të kaluarën dhe shpresoj shumë dhe besoj në ekipin që do arrijmë sukseset këtë vit. Kujtojmë se ekipi i Shkëndijës ka ndërprerje bashkëpunimi me Mevlan Adilin dhe Stefan Koçevin.